Heroj, një farforme kërkon të përgjësim të këtë tjertë. Do thot ju keni folë kundër LDK-s. Viktimizohe. Do thot një Fleste për farforme... komplot të mrena. Jashtë, bravo. Gjithë ka tjetër e kërkon të fajnë e poste vetë vetja. Zakonisht deklarativisht e tha që unë maj përgjësim për zgjedhjet paktën. Po, pastaj filloj të akuzoj të tjera. Mirë, po, në asë një fjalliti nuk e shetë që kë thot e dhone e kom këtë peshën hisën e përgjësisë. Së të ke fundit ka qenë kryetar partije, pra ka qenë një tendencë që të kërkoj fajtorin diku tjetër, të grupet që mund mos ta kemë përqy mënyrën e udhëheqjes së partisë nga Zoti Avdigjiku, mund të kemë pas ambicje caktuara, megjithatë nuk e kishte guximin, thoshte që në moment caktun edhe unë kam pas gabimet e mia, po t'i lëm këto anash dhe të vazhdojmë tutje sepse është në pyetje interesi i partisë. Përkundrazi, paralajmëronte edhe masa ndëshkuese ndaj një pjesë prej tyre. Dhe nëse referohemi rezultateve 164 që kanë thonë për, ndërsa 136 kundër, sa e di e përmendet zotin Gjafer Tahiri, në vushtri kanë pas 18 delegat, 4 thuhet se nuk kanë qenë në kontrolin e zotit Tahiri, po 14 kanë qenë në kontrolin. Nëse s'do të arrije kjo i di, atër me shumë gjas... Si pas projektit e ka arrit presidenti Osmani, ka qenë interlokutor. Që 14 andej dhe shtek andej, do të ishte 50-50, do të thotë në të dy anë do të ishte një rezultat do të thotë i barabartë. Për ata që nuk do të adonin kryet LDK-s dhe për ata që do të preferonin edhe tipe edhe një mundësi. Megjithatë, tashmë kjo ka ndodhur, shpresoj që të reflektoj Zoti Avdigjiku, ajo që ka qenë kritik kryesore dhe mendoj se e ka penalizuar në zgjedhje ka qenë ai qëndrimi as mish as peshk. As opozit, as pozit. Që të ketë qasje konstruktive për të qenë pjesë e pushtetit, themi. Kam përshtypje se sinjalet janë që do të ndryshoj si qasje, se tha në një deklaratë më bashme që ne mund të ulemi të diskutojmë për presidentin. Mund ndryshosh si qasje. Po, një lider në momentin kur i jepet ajo mundësi, kur i është bërë oferta nga lëvizja vetëmendosje, atëherë ti e tregon liderizmin tonë. Pavarësisht zërave që mund të kesh brenda partisë pro se kundër, prandaj ti e udhëheq si një partije për të marrë vendimin edhe vendimi ka kosto. Zoti Avdigjiku e ka marrë atë vendim që mos futet në koalicion, shkuam në zgjedhje të reja dhe LDK-ja psoi më shumë ti. Pra është kosto e një vendimi, mund të themi e kryesisht, po në krye me kryetarin Avdigjiku. Në rrethonat e tilla dallohen udhëheqësit e partive, nëse i japin partisë fuqizim apo e dobësojnë të njëjtën. Po, ajo çka s'm la shihet mirë ishte tendenca me gjujt fajin diku tjetër. Thuaj se ky ka qenë